Të dashur miq, kthehemi në studio sërish, por kësaj radhe do të lidhemi me pothuajse me të gjithë Europën. Kam në lidhje drejt për drejt tani Klarita Selmanin, kryetare e lidhjes së mësuesve shqiptar në Greqi. Në fakt, subjekti që Klarita më solli ishte kuici i mbarkombëtar i detyrisë i cili u zhvillua në Vjenë të Austrisë. Ishin të gjithë grupet e zgjedhura. Është një kuic i cili ka një histori dhe për këtë kemi thirrur sot Murat Kocin nga Malmo e Suedis, Dila Rapi nga Italia dhe Sara Gjonej Beqari nga Austria dhe Xhevati Sufi nga Suedia. Kemi një lidhje teknike pak të veçantë, ne nuk e kemi pasur, do i prezantoja gjatë kësaj kohe, presim edhe Desarën dhe Dilën. Përshëndetje Klarit, përshëndetje Murat, përshëndetje Xhevat, gjatë kësaj kohe presim dhe Desarën dhe Dilën të jemi lidhje drejt për drejtë. Klarit, gjëja që të bëm përshtypje është që tashmë ne jemi në moment që të bëjmë një quiz ose një konkurs dijesh, siç e nisi Suedia dhe u bë vërtet i bukur, tashmë është përfshirë e gjithë diaspora, apo jo? Po, pikërisht, nuk ka nesër shqivjet ky dhe mendoj se më mirë se unë mund të flasi Murati me Xhevatin për këtë arritje që ka nisur pikërisht në kjo organizata e tyre, nga Bashkimi i Shoqatave Shqiptare të Suedisë, nga lidhja e Shoqatave Shqiptare të Suedisë, Iliria. Është një traditë tashmë e vazhdueshme për ta, por njëkohësisht dhe për të gjithë organizatat e mësuesve në të gjithë Evropën. Murat, ju keni eksperiencë në realizimin e kuicit, kemi një problem teknik se shumë fishohet zëri, ose kemi një eko të vazhdueshme, teknikisht ndoshta nuk do të vazhdojmë. Më thuaj një Murat, si është një eksperiencë për të shpërndar, apo kemi pikërisht momentin që duhet jemi të kujdesshëm në aktivitetet që bëjmë, apo jo? Me mbrëma ju dhe gjithë shikuesve, po kvizi i diturisë në Suedi ka një histori që nga viti 2007, me ndonjë ndërprerje si s'ka qenë të themi pandemia apo ndonjë gjë tjetër, por që atëherë është zhvilluar zakonisht për grup moshat më të rritura, të themi nga klasa 7 deri te 9 e gjimnazi. Pra, ka një histori, po ka një histori edhe në Europë, jo vetëm në Suedi, edhe në Austri, në Greqi, kjo garë diturie ka historinë e vetë, ka traditën, por këtë vit kemi filluar me një quiz, ta quajmë kështu mbarkombëtar. Kemi pas ekipe nga shumë shtete, edhe një ekip nga Korça e Shqipërisë. Është hera e parë, shpresoj të vazhdojmë, të bëhet traditë e mirë, vitin e ardhshëm. Në fakt kemi fotot që na e shoqëruat këtë bashkëbisedim. Murat, pjesëmarrja ishte e gjithanshme, apo jo? Ishin shkolla nga Anglia, shkolla nga Italia, Austria, Suedia e me radhë. Mi prezanto pak këto. Ishin nga 6 shtete, 13 shkolla, ekipe, me mbi, nuk mund të them sakt, po afër ose pak mbi 100 garues, nxënës nga grup moshat nga më të vogla e deri në klasa nënta. Ishte gara ishte në 5 lëndë, në gjuhën shqipe, letërsinë shqipe, historinë shqiptare, gjeografinë dhe kulturën shqiptare. Them të drejtën, jo vetëm unë, po të gjithë ishim jashtëzakonisht të kënaqur, të entuziazmuar, sepse të gjithë garuesit shfaqën dije kulminante. Murat, nuk dëgjohet zëri, jemi shumë keq në fonin, si duket teknikisht nuk kemi një zgjidhje. Atëre, Murat, Klarit, Xhevat, me qenë se një përshëndetje Xhevatit për këtë moment. Xhevat, më dëgjon?
Gjevati e ka të vështirë atëre. Po, përshëndetje edhe për ju në studio, gjithë shikuesit tuaj, gjithë me gjymtarët kudo që janë në veçantë. Teknikisht jemi të pamundur, atëre do i ftoj Regjin, sepse me Klaritën dhe me dy miq do qëndrojmë ditë në mërkur në lidhje drejt për drejt dhe do pikërisht këtë atmosferë dhe vajzat e tjera dhe Desara dhe Dila do t'jenë të pranishme, pra grupi do t'jetë i tëri për ta shfaqur këtë spektakël që është vërtet spektakël i dijes për ta pasur në emision Nura. Ju falenderoj që ishim sot dhe do jemi të mërkurën sërish bashk, por teknikisht do t'jemi tepër të kuruar. Faleminderit të dashur miq, ju falenderoj edhe që na ndoqët pikërisht me probleme teknike që kishim, megjithatë edhe me këtë kualitet besoj se diçka bëm për sofrën pukjane. Natën e mirë, faleminderit që na ndoqët.